Dashi, sot universi të fton të përqendrohesh tek qëllimet e tua, duke të dhënë energji të reja për të përballuar sfidat. Në punë mund të shfaqen mundësi të papritura, ndaj mbaj syt hapur dhe qëndro fleksibël në vendimet që merr. Sa i përket financave, kujdesi dhe planifikimi i kujdesshëm do të ndihmojnë të mbash një ekuilibër të shëndetshëm. Në dashuri, dëgjo zemrën dhe mos ki frikë të shprehësh ndjenjat. Kjo është një ditë e mrekullueshme për të forcuar lidhjet me partnerin, ndaj jepi kohë dhe vëmendje. Përmbushja emocionale do të vijë natyrshëm nëse ndjek intuitën tënde. Nëse ndihesh i mbingarkuar, mos harro rëndësinë e pushimit dhe meditimit të lehtë. Universi është në anën tënde. Demi, dita e sotme sjell një ndjenjë të veçantë qetësie dhe harmonie. Shijoni momente relaksi dhe meditimi për të pastruar mendjen tuaj. Në dashuri, është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat që keni mbajtur brenda vetes. Partneri juaj do të vlerësojë sinqeritetin dhe përkushtimin tuaj. Në punë, përkushtimi juaj do të sjellë rezultate pozitive, por keni kujdes të mos lodheni. Një mundësi e re mund të shfaqet, prandaj mbani syt hapur dhe mos hezitoni të merrni vendime të guximshme. Financat duket se janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Bëni plane buxhetore për të ardhmen. Ruani kontaktet me miqtë e ngushtë, ata do t'ju japin mbështetje të pakushtëzuar. Mos harroni që çdo sfidë është një mundësi për rritje. Binjakët, frymëzimi do të vijë sot nga burimet të papritura, duke ushqyer mendimet që keni lënë pas dore. Në dashuri, një bisedë e hapur do të ndihmojë në ndërtimin e një lidhjeje më të fortë me partnerin tuaj. Nëse jeni beqar, mbase është koha për t'u hapur ndaj mundësive të reja që vijnë. Në punë, një projekt që keni ndërmend ka potencial për të tërhequr vëmendjen e duhur, por kërkon fokus dhe përpjekje. Kujdesuni për financat, sepse një shpenzim i papritur mund të kërkojë menaxhim të zgjuar. Sot, dëgjoni instinktet tuaja, pasi ato do t'ju drejtojnë drejt vendimeve më të mira. Shijoni qetësinë e një mbrëmjeje të ngrohtë, ku mund të reflektoni dhe të rigjeni ekuilibrin e brendshëm. Daforia. Mëngjesi do ju sjell një ndjesë qetësie dhe harmoni, duke e bërë një fillim ideal për të rifreskuar mendimet tuaja. Në dashuri, mos keni frikë të shprehni ndjenjat që keni mbajtur brenda. Një bisedë e sinqertë mund të forcojë lidhjen tuaj me partnerin, ndërkohë që beqarët mund të takojnë dikë të veçantë me një mjedis të përbashkët. Në punë mund të përballeni me sfida të reja, por aftësitë tuaja do të shkëlqejnë në zgjidhjen e tyre. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nëse keni nevojë. Financat po stabilizohen, por është e rëndësishme të mbani një sy mbi shpenzimet e vogla. Kujdesuni për shëndetin mendor, një ecje në natyrë mund të bëjë mrekulli për shpirtin tuaj sot. Luani. Sot, energjia e brendshme do të shkëlqejë dhe do të tërheqë vëmendjen e të gjithëve rreth teje. Në çështjet e dashurisë, një moment magjik mund të shfaqet papritur, lër zemrën të udhëheq. Kujdesu për fjalët që zgjedh kur komunikon me njerëzit e dashur, pasi empatia do të sjellë qetësi. Në punë, intuita do të ndihmojë të zgjidhësh çështje komplekse, beso aftësive të tua dhe mos hezito të marrësh iniciativën. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të mbash një sy mbi shpenzimet e panevojshme. Sot mund të ndihesh i frymëzuar për të eksploruar diçka të re ose për të rishikuar projekte të lëna pas dore. Lëre imagjinatën të fluturojë dhe mos ki frikë të ndjekësh rrugë të reja. Virgjëresha. Sot, ëndrat tuaja do të marrin forma konkrete, prandaj besoni në vizionet tuaja. Në aspektin e dashurisë, një bisedë e sinqertë do të sjellë zbulime emocionuese, duke forcuar lidhjet. Në vendin e punës, zgjidhjet kreative do të vlerësohen nga kolegët, ndaj mos hezitoni të ndani idetë tuaja. Financat tuaja janë në një fazë stabiliteti, por ruani kujdesin ndaj shpenzimeve të panevojshme. Energjia e ditës fton reflektim të qetë dhe të thellë, duke ju ftuar të kujdeseni për veten. Meditoni për të qiruar stresin dhe për të rigjeneruar shpirtin. Ka ardhur koha të dëgjoni zemrën dhe të përqafoni të papriturat që universi ka planifikuar për ju. Kurioziteti juaj do të jetë udhërrëfyesi më i mirë sot. Peshorja. Sot është një ditë për të balancuar ndjenjat dhe detyrat e përditshme. Merr kohë për të reflektuar mbi marrëdhëniet e tua, pasi vëmendja jote e butë dhe kujdesi do të sjellin afërsi të mëdha. Në punë, përqendrohu tek detyrat që kërkojnë kreativitet, pasi ide të reja mund të ndriçojnë rrugën. Mos lejo që çështjet e vogla financiare të shqetësojnë, pasi një planifikim i kujdesshëm do të ndihmojë të rivendosësh ekuilibrin. Ndjenjat mund të jenë të forta, prandaj lejo veten të shijosh momentet e vogla. Përdor zemrën si busull dhe mos harro të kujdesesh për veten. Një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë të rifitosh paqen e brendshme. Kujto se frymëmarrja e qetë është qelësi i harmonisë së brendshme. Akrepi.
Në këtë ditë të shkurtit, fokusi do të jetë në marrëdhëniet personale dhe bashkëpunimet. Një bisedë e hapur me një mik të vjetër mund të sjellë këndvështrime të reja dhe frymëzim. Në dashuri, është koha për të shfaqur ndjenjat me sinqeritet dhe për të dëgjuar me kujdes atë që thot zemra tjetër. Sa i përket punës, një projekt i vjetër mund të kërkojë vëmendjen tuaj të përkushtuar. Qëndrueshmëria dhe përpjekja do të shpërblehen në fund. Financat mund të kërkojnë një riorganizim të lehtë, por mos u shqetëso, gjithçka do të stabilizohet së shpejti. Ndani ndjenjat që mbani brenda dhe lejoni vetes të relaksohet në këtë mbrëmje të qetë. Energjia pozitive do t'ju shoqërojë gjatë gjithë ditës. Shigjetari. Dita e sotme do të sjellë një ndjenjë optimizmi dhe energjie të pastër. Në dashuri, ndihesh je hapur për të eksploruar horizonte të reja me partnerin ën. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ndesë shkëndijat e para të një romance interesante. Në punë, përpjekjet tuaja të fundit do të japin frytet e veta, duke të sjellë një ndjenjë arritje dhe kënaqësie personale. Për sa i përket financave, është një ditë e mirë për të bërë plane afatgjata dhe për të menduar me kujdes për investimet e ardhshme. Kujdesu që të mos e teprosh me shpenzimet impulsive. Ndihesh në harmoni me veten dhe me rrethin tënd, duke të lejuar të shijosh momente të vogla lumturie. Mos harro të marrësh kohë për të relaksuar. Britsjapi. Dita e sotme do të sjellë një ndjenjë qetësie dhe stabiliteti, një shenjë që gjërat janë duke u vendosur në vendin e tyre. Në punë do të vijë një mundësi e re që mund të kërkojë vëmendje dhe përkushtim. Prano sfidat si mundësi për rritje personale dhe profesionale. Në aspektin financiar, qëndro i kujdesshëm dhe shmang vendimet e nxituara. Menaxhimi i kujdesshëm do të sjellë përfitime në të ardhmen. Në dashuri, komunikimi i hapur do të ndihmojë në forcimin e lidhjeve të tua. Mos e fshih atë që ndjen. Partneri yt do ta vlerësojë sinqeritetin. Ndjenja e reflektimit do të shoqërojë gjatë gjithë ditës, duke të shtyrë të mendosh për qëllimet afatgjata. Ndërmerr hapa të vegjël drejt ëndrave të tua. Ujori. Sot do të ndihesh i mbushur me energji pozitive dhe dëshirë për të eksploruar horizonte të reja. Në punë, kreativiteti yt do të vihet në pa, duke të bërë të shkëlqesh në çdo gjë që ndërme. Dëgjoj intuitën, ajo do të udhëheqë drejt zgjidhjeve të zgjuara. Në aspektin financiar, qëndro i kujdesshëm dhe mos merr vendime të nxituara. Duke u bazuar te dashuria, një moment i veçantë me partnerin do të ndriçojë ditën, duke të lënë një ndjenjë të ngrohtë në zemër. Nëse je beqar, hap zemrën ndaj mundësive të reja, pasi dikush me të vërtet i veçantë mund të trokasë në derën tënde. Në këtë ditë, gjej kohë për të reflektuar dhe për të kultivuar paqen e brendshme. Peshqit. Energjia e sotme do të sjellë një ndjenjë thellësie emocionale dhe introspeksioni. Në dashuri, lidhjet emocionale mund të përforcohen nëpërmjet bisedave të ndjera që ju ndihmojnë të kuptoni më mirë njëri tjetrin. Puna kërkon vëmendje dhe përkushtim. Qëndroni të fokusuar te detajet dhe bëni pyetje kur është e nevojshme. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive, duke preferuar të mendoni 2 herë para se të investoni. Përqafoni momentet e qeta për të reflektuar mbi përparësitë tuaja dhe për të rivendosur ekuilibrin tuaj të brendshëm. Një shëtitje në natyrë ose një moment meditimi do të ishte ideal për të reaktivizuar energjitë pozitive. Kujtojini vetes që çdo hap drejt vetdijes është një hap drejt realizimit tuaj.